Kjo është Shqipja. Shqipja është simbolikisht fytyra e pasaportës zero. Shqipe, Tirana. Partia Socialiste shpalosi sot publikisht në një prezantim të posaçëm nga kryesocialisti Edi Rama programin elektoral të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të 11 majit në kërkim të një mandati të katërt. I gjithë programi elektoral i Selisë Roz ishte ndërtuar mbi zhvillimin e mëtejshëm të objektivave, duke nisur me më të rëndësishmen antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj, kush e do pasaportën e BE-s, patjetër duhet japi kontribut që Shqipëria të hyjë në BE, dhe kontributi për Shqipërinë në BE është investimi i votës aty në qendër të fletës votimit, ku është numri 5 dhe ku shkruan Partia Socialiste dhe Edi Rama. Askush tjetër. Këtë duhet ta bëjmë shumë të qartë për gjithë. Nuk I pajis do të shqiptarët me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Një tjetër gur themeli në programin elektoral, kryeministri Edi Rama quajti reformën në drejtësi. Shqiptarët po shohin përpjekjen e parë në histori për të vendosur barazinë para ligjit. I kemi dorëzuar drejtësisë vullnetarisht shpatën. Duke theksuar se borxhi publik është ulur nga 80% në 55%, kreu I qeverisë tha se brenda 2030-s pensioni mesatar do të kapë vlerën e 400 eurove, ndërsa u ndale edhe te paga mesatare. Në Shqipërinë 2030 do të jetë të paktën 1200 euro. Dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve, kur të bëhet edhe akti normativ I qershorit, paga minimale do të jetë 500 euro. Për biznesin, shefi Selisë Roz tha se programi përmban risi. 15% I tatimit do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Në infrastrukturë priten më shumë investime. Dhe të dy korridoret do të jenë plotësisht përfunduar brenda mandatit të katërt, ku do të ndërtojmë edhe 700 kilometra rrugë. Rama tha se fal vëmendjes së shtuar në turizëm, përfitimet kalojnë shifrën e 5 miliardë eurove. Për këtë arsye pritet zhvillim më I madh në njësitë akomoduese të hotelerisë me 5 yje. Në mbyllje, kryeministri u ndalte fusha ushtarake. Ka filluar të hedhë themelet për të prodhuar këtu municione, armatime, dron luftarak, mjetet e blinduara made in Albania. Flota detare e Republikës së Shqipërisë bëhet me 3 anije luftarake të reja. Brenda 2030-s Rama beson se Shqipëria do të bëhet sovrane në prodhimin e energjisë, ndërsa kujton uljen e çmimit për 95% të klientëve familjarë.